Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, është përmendur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe baza kryesore është hadithi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ala wa inna fil jasadi mudghah, fa idha salahat salaha al jasadu kulluh, wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh." Më të vërtetë në trupin e njeriu qëndron një copë mishi, një pjesë, një organ. Në qoftë se ai organ është mirë dhe i shëndosh, edhe pjesët e tjera të trupit do të jenë të shëndosha. E në qoftë se ajo nuk është të shëndosh, atëherë edhe pjesët e tjera të trupit nuk do të jenë të shëndosha. Dhe kjo mund të kuptohet edhe në aspektin mjekësor, sepse në qoftë se zemra nuk është mirë, atëherë komplet trupi ka çalim dhe komplet trupi të nderuar vëllezër pra ka mangësi dhe mund të kuptohet edhe në aspektin shpirtëror. Në qoftë se zemra nuk është të shëndosh, nga sëmundjet e ndryshme prej mendimallësisë, xhelozisë, zilisë, inatit, smirës, vetpëlqimit të kështu me radhë dhe pasimit të epshit, atëherë do të dëmtohen dhe do të sëmuren edhe gjymtyret e tjera të cilat shkojnë drejt haramit. Si rezultat i kësaj zemre të sëmur, e cila është e brendshme, kurse gjymtyret janë ato të cilat e shprehin. Andaj sëmundjet e zemrës së nderuar vëllezër nuk duken me skaner, por janë ato gjymtyrë të cilat i shprehin me veprime sëmundjet e brendshme që janë të padukshme e të cilat i kemi emërtuar si sëmundjet e zemrës.